Parashikimi I vitit 2026 për çdo shenjë. Dashuri, para, punë dhe vendime kyçe. Viti 2026 nuk vjen si vazhdim I zakonshëm I së kaluarës, por si një vit ku shumë gjëra kërkojnë përgjegjësi, pjekuri dhe zgjedhje të vetëdijshme. Për secilën shenjë, ky vit sjell tema të qarta në dashuri, punë, para dhe zhvillim personal. Nuk është vit I premtimeve boshe, por I rezultateve reale për ata që janë gati të përballen me të vërtetën dhe të veprojnë me maturi. Dashi. Viti 2026 për dashin është një vit përgjegjësie personale dhe pjekurie në çdo aspekt të jetës. Nuk është vit ku gjithçka vjen lehtë, por vit ku çdo rezultat lidhet drejt për drejt me zgjedhjet e bëra. Në dashuri, dashi përballet me nevojën për stabilitet emocional. Marrëdhëniet si përfaqësore humbasin kuptimin dhe mbijetojnë vetëm lidhjet që kanë bazë të fortë. Beqarët kërkojnë më shumë thellësi dhe jo thjesht emocion të përkohshëm. Në punë dhe karrierë, 2026 sjell sfida që testojnë durimin dhe disiplinën. Mund të ketë ngarkesë më të madhe, por edhe mundësi për avancim nëse tregohet seriozitet. Nuk rekomandohen ndryshime impulsive, sepse çdo vendim I nxituar mund të sjellë pasoja afatgjata. Financiarisht, viti kërkon organizim dhe planifikim. Shpenzimet duhet kontrolluar dhe investimet të bëhen vetëm pas analizës së plotë. Nuk është vit për rrezik të lartë, por për ndërtim gradual sigurie. Në aspektin e shëndetit, dashi duhet t'i kushtojë vëmendje energjisë fizike dhe stresit. Pushimi dhe balanca janë thelbësore për të shmangur lodhjen kronike. Emocionalisht, 2026 kërkon që dashi të mësojë të dëgjojë veten dhe të mos luftojë çdo situatë. Mesazhi kryesor I vitit është të ndërtosh me durim dhe jo të kërkosh rezultate të menjëhershme. Nëse dashi vepron me maturi dhe vetkontroll, ky vit sjell rritje të qëndrueshme dhe ndjenjë sigurie më të madhe drejt fundit të tij. Demi. Viti 2026 për Demin është një vit konsolidimi dhe qartësimi në fusha kyçe të jetës. Ky vit nuk kërkon revolucion, por përmirësim të vazhdueshëm dhe vendime të mençura. Në dashuri, Demi kërkon siguri, besim dhe stabilitet. Marrëdhëniet e paqarta ose të pabalancuara dalin në pa dhe kërkojnë zgjidhje të sinqertë. Çiftet që kanë ndërtuar bazë solide forcohen më shumë, ndërsa lidhjet e dobta testohen seriozisht. Beqarët janë më selektiv dhe nuk kënaqen me lidhje të përkohshme. Në punë, 2026 sjell për Demin mundësi për të forcuar pozicionin aktual. Mund të mos ketë ndryshime të shpejta, por ka stabilitet dhe rritje graduale. Përpjekjet e mëparshme fillojnë të japin rezultat, sidomos nëse Demi ka qenë I qëndrueshëm dhe korrekt. Financiarisht, ky është një vit shumë I rëndësishëm për organizim. Planifikimi, kursimi dhe investimet e sigurta janë të favorizuara. Shpenzimet impulsive duhen shmangur, sepse Demi synon siguri afatgjatë. Në shëndet, 2026 kërkon vëmendje ndaj stilit të jetesës. Ushqimi, pushimi dhe rutina e përditshme ndikojnë drejt për drejt në energjinë e përgjithshme. Emocionalisht, Demi mëson të mos mbaj barë që nuk I përket. Ky vit e mëson të vendos kufi dhe të ruaj ekuilibrin mes dhënies dhe marrjes. Mesazhi I vitit për Demin është të mos nxitojë, por të ndërtojë me durim dhe besim. Nëse ndjek këtë ritëm, 2026 sjell stabilitet të fortë dhe ndjenjë sigurie në shumë drejtime të jetës. Binjakët. Për binjakët, viti 2026 hap një fazë riorganizimi mendor dhe praktik që kërkon më shumë fokus se sa viteve të kaluara. Ky vit nuk toleron shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht, por kërkon zgjedhje të qarta. Në dashuri, binjakët përballen me nevojën për komunikim të sinqertë dhe thellim emocional. Marrëdhëniet si përfaqësore humbasin interesin, ndërsa lidhjet që bazohen në dialog dhe mirëkuptim forcohen. Beqarët janë më të vetëdijshëm për atë që kërkojnë dhe nuk kënaqen më me premtime boshe.
Në punë 2026 sjell mundësi për zhvillim intelektual dhe projekte që kërkojnë aftësi komunikuese. Megjithatë, suksesi varet nga aftësia për të përfunduar atë që fillohet. Ndryshimet e shpeshta ose hezitimi mund të krijojnë vonesa. Financiarisht, ky vit kërkon kontroll dhe planifikim. Të ardhurat mund të rriten përmes ideve të reja, por vetëm nëse ka strukturë dhe disiplinë. Investimet impulsive nuk janë të këshillueshme. Në aspektin e shëndetit, binjakët duhet t'i kushtojnë vëmendje lodhjes mendore dhe stresit. Pushimi, organizimi i kohës dhe balanca mes punës dhe jetës personale janë thelbësore. Emocionalisht, 2026 i mëson binjakët të mos shmangin vendimet e rëndësishme. Ky vit kërkon qartësi dhe përgjegjësi ndaj zgjedhjeve. Mesazhi kryesor i vitit është të përqendrohesh në cilësi dhe jo sasi. Nëse binjakët arrin të fokusohen dhe të veprojnë me qëndrueshmëri, 2026 sjell rritje personale, stabilitet dhe ndjenjë kontrolli më të madh mbi jetën e tyre. Gaforja. Viti 2026 për gaforen është një vit i thellë emocionalisht dhe shumë i rëndësishëm për ndërtimin e sigurisë së brendshme. Ky vit i shtyn gaforët të përballen me ndjenja të vjetra dhe të vendosin kufi më të qartë në marrëdhënie. Në dashuri, kërkohet ndershmëri dhe stabilitet. Marrëdhëniet që kanë mungesë ekuilibri emocional dalin në provë, ndërsa lidhjet e sinqerta forcohen. Beqarët janë më selektiv dhe kërkojnë lidhje që ofrojnë siguri, jo pasiguri. Në punë, 2026 sjell nevojën për rregull dhe organizim. Gaforja nuk duhet të mbajë mbi supe përgjegjësi që nuk i përkasin. Mund të ketë ndryshime në ambientin profesional, por këto ndryshime shërbejnë për rritje afatgjallë. Financiarisht, ky vit kërkon kujdes dhe planifikim të hollësishëm. Siguria ekonomike është prioritet dhe çdo vendim duhet menduar me qetësi. Nuk është vit për rrezik, por për stabilizim. Në shëndet, 2026 i kujton gafores rëndësinë e kujdesit ndaj vetes. Stresi emocional ndikon drejt për drejt në energjinë fizike, ndaj pushimi dhe rutina janë thelbësore. Emocionalisht, ky vit i mëson gaforët të mos sakrifikojnë veten për të tjerët. Vendosja e kufive sjell qetësi dhe forcë të brendshme. Mesazhi i vitit është të ndërtosh siguri nga brenda dhe jo të varesh nga rrethanat e jashtme. Nëse gaforja zgjedh veten dhe vepron me maturi, 2026 sjell stabilitet emocional, rritje personale dhe ndjenjë paqeje më të thellë. Luani. Ndryshimi kryesor që luani ndjen gjatë vitit 2026 lidhet me mënyrën si e percepton veten dhe rolin që ka zgjedhur të luajë në jetën e tij. Ky vit nuk i lejon më vend dramatizimit apo nevojës për miratim të vazhdueshëm. Në dashuri, luani kërkon lidhje ku respektohet dhe vlerësohet realisht, jo thjesht admirim sipërfaqësor. Marrëdhëniet që bazohen vetëm në ego ose kontroll përballen me tension, ndërsa ato që mbështeten në ndershmëri dhe barazi forcohen. Beqarët janë më të kujdesshëm dhe nuk futen lehtë në lidhje që nuk ofrojnë siguri emocionale. Në punë dhe karrierë, 2026 sjell sfida që testojnë durimin dhe autoritetin e luanit. Mund të ketë konkurrencë ose nevojë për të provuar vlerën në mënyrë më të qetë dhe të qëndrueshme. Ky nuk është vit për imponim, por për udhëheqje të mençur. Financiarisht, luani duhet të kontrollojë shpenzimet dhe të shmangë vendimet e nxituara që lidhen me imazhin ose luksin. Ndërtimi i sigurisë afatgjat është më i rëndësishëm se kënaqësia momentale. Në shëndet, 2026 kërkon vëmendje ndaj energjisë fizike dhe emocionale. Stresi i akumuluar mund të ndikojë në vitalitet nëse nuk menaxhohet. Emocionalisht, ky vit i mëson luanit të jetë i fortë pa pasur nevojë të provojë asgjë. Mesazhi kryesor i vitit është të udhëheqësh nga brenda dhe jo nga nevoja për vëmendje. Nëse luani zgjedh qetësinë, maturinë dhe vetrespektin, 2026 sjell rritje të vërtetë dhe pozicionim më të qëndrueshëm në të gjitha aspektet e jetës. Virgjëresha.
Gjatë vitit 2026, Virgjëresha ndodhet përballë një procesi të thellë riorganizimi që prek mendjen, rutinën dhe mënyrën si menaxhon jetën e përditshme. Ky vit kërkon më pak perfeksion dhe më shumë fleksibilitet. Në dashuri, Virgjëresha kupton se kontrolli i tepërt ose analiza e vazhdueshme mund të krijojë distancë emocionale. Marrëdhëniet që bazohen në mirëkuptim dhe durim forcohen, ndërsa ato që mbështeten në kritika të vazhdueshme dobësohen. Beqarët janë më të vetëdijshëm për nevojat e tyre dhe nuk pranojnë më lidhje që sjellin pasiguri. Në punë, 2026 sjell mundësi për përmirësim dhe stabilitet, por vetëm nëse Virgjëresha është e gatshme të pranojë ndryshime në mënyrën e punës. Detajet mbeten të rëndësishme, por duhet shmangur mbi ngarkesa. Financiarisht, ky vit kërkon planifikim të kujdesshëm dhe disiplinë. Nuk është vit për rrezik të madh, por për ndërtim të sigurt hap pas hapi. Në aspektin e shëndetit, rutina e përditshme luan rol kyç. Ushqimi, pushimi dhe menaxhimi i stresit ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e përgjithshme. Emocionalisht, Virgjëresha mëson të mos mbaj përgjegjësi që nuk i përkasin. Vendosja e kufive sjell qetësi dhe qartësi. Mesazhi i vitit është të pranosh se jo gjithçka duhet të jetë perfekte për të qenë e vlefshme. Nëse Virgjëresha lejon rrjedhën natyrore të gjërave dhe nuk e lodh veten me kontroll të tepruar, 2026 sjell stabilitet, lehtësim dhe rritje të qëndrueshme personale. Peshorja. Një ndjenjë e fortë rregullimi të brendshëm shoqëron peshorin gjatë vitit 2026, duke e shtyrë të rivlerësojë marrëdhëniet, zgjedhjet dhe balancën personale. Ky vit nuk lejon më kompromiset që cënojnë qetësinë shpirtërore. Në dashuri, peshorja kërkon barazi reale dhe respekt të ndërsjellë. Marrëdhëniet ku vetëm njëra palë jep më shumë dalin në provë, ndërsa lidhjet e ndërtuara mbi komunikim dhe mirëkuptim forcohen ndjeshëm. Beqarët nuk nxitojnë, por presin ndjesinë e sigurisë emocionale përpara se të hapen. Në punë, 2026 sjell vendime që lidhen me drejtësinë dhe pozicionin personal. Peshorja kupton se nuk mund t'i kënaqë të gjithë dhe se zgjedhjet duhet të pasqyrojnë vlerat e saj. Mund të ketë ndryshime në bashkëpunime ose ambiente profesionale, por këto vijnë për të sjellë ekuilibër afatgjallë. Financiarisht, viti kërkon organizim dhe maturi. Shpenzimet për të ruajtur imazhin ose për të kënaqur të tjerët duhet të kufizohen. Siguria vjen nga planifikimi i mençur. Në aspektin e shëndetit, 2026 i kujton peshorës rëndësinë e balancës mendore. Stresi emocional ndikon drejt për drejt në energjinë fizike, ndaj pushimi dhe vetë kujdesi janë thelbësor. Emocionalisht, ky vit e mëson peshorën të vendos kufi pa ndjenjë faji. Mesazhi i vitit është të zgjedhësh veten pa prishur harmoninë e brendshme. Nëse peshorja vepron me ndershmëri dhe vetrespekt, 2026 sjell stabilitet, paqe dhe qartësi në çdo aspekt të jetës. Akrepi. Transformimi është fjala kyçe për akrepin në vitin 2026, sepse ky vit sjell ndryshime të thella që nuk mund të shmangen. Akrepi përballet me të vërteta që kërkojnë pranim dhe vendime të qarta. Në dashuri, marrëdhëniet sipërfaqësore humbasin kuptimin dhe mbijetojnë vetëm lidhjet e sinqerta dhe intensive emocionalisht. Xhelozia, kontrolli ose sekretet dalin në pa dhe kërkojnë zgjidhje. Beqarët janë më të vetëdijshëm për vlerën e tyre dhe nuk pranojnë lidhje që ulin standardet emocionale. Në punë, 2026 sjell mundësi për ndryshim të drejtimit ose forcim të pozicionit aktual. Akrepi kupton se nuk mund të mbajë gjithçka nën kontroll dhe se disa procese duhet të lihen të rrjedhin natyrshëm. Financiarisht, ky vit kërkon kujdes të madh, sidomos në marrëveshje të përbashkëta, kredi ose investime. Transparenca është thelbësore për të shmangur probleme. Në shëndet, akrepi duhet të kujdeset për energjinë e tij emocionale, sepse stresi i brendshëm ndikon drejt për drejt në trup. Pushimi dhe pastrimi emocional janë të domosdoshëm.
Emocionalisht, 2026 është vit çlirimi nga barë të vjetra. Akrepi mëson të falë, të lërë pas dhe të rindërtoj veten nga brenda. Mesazhi i vitit është se fuqia e vërtet vjen nga pranimi dhe jo nga lufta. Nëse akrepi zgjedh të përballet me të vërtetën pa frikë, 2026 sjell rilindje, qartësi dhe forcë të re personale. Shigjetari. Për shigjetarin, viti 2026 përfaqëson një pikë kthese ku idealet përballen me realitetin dhe kërkojnë përkushtim të vërtetë. Ky vit nuk është vetëm për ëndra apo plane të mëdha, por për zbatim konkret dhe përgjegjësi ndaj zgjedhjeve personale. Në dashuri, shigjetari kërkon më shumë kuptim dhe ndershmëri. Marrëdhëniet që nuk kanë drejtim të qartë humbasin interesin, ndërsa lidhjet që bazohen në sinqeritet dhe respekt rriten. Beqarët janë më selektiv dhe nuk kënaqen me lidhje që kufizojnë lirinë e tyre emocionale. Në punë, 2026 sjell mundësi për zhvillim profesional, sidomos në fusha që lidhen me mësimin, udhëtimin ose komunikimin. Megjithatë, suksesi kërkon disiplinë dhe qëndrueshmëri, jo shpërndarje energjie. Vendimet e nxituara mund të sjellin vonesa ose zhgënjim. Financiarisht, ky vit kërkon organizim dhe maturi. Mund të ketë rritje të ardhurave, por vetëm nëse shigjetari shmang rreziqet e panevojshme dhe menaxhon me kujdes burimet. Në aspektin e shëndetit, energjia fizike është e mirë, por duhet kontrolluar lodhja mendore. Pushimi dhe balanca mes punës dhe kohës personale janë të domosdoshme. Emocionalisht, 2026 e mëson shigjetarin të mos ikë nga përgjegjësitë kur gjërat bëhen serioze. Ky vit kërkon rrënjosje dhe fokus. Mesazhi i vitit është të ndërtosh lirinë mbi bazë të fortë dhe jo mbi impuls. Nëse shigjetari pranon disiplinën dhe përkushtimin, 2026 sjell rritje, stabilitet dhe ndjenjë drejtimi më të qartë në jetë. Bricjapi. Viti 2026 për Bricjapin është një vit konsolidimi, përgjegjësie dhe vlerësimi të rrugës së ndjekur. Ky vit kërkon maturi dhe përqendrim në objektiva afatgjata, duke shmangur shpërqendrimet e panevojshme. Në dashuri, Bricjapi kërkon stabilitet dhe besim të ndërsjellë. Marrëdhëniet që kanë mungesë përkushtimi dalin në provë, ndërsa lidhjet serioze forcohen përmes komunikimit të hapur. Beqarët nuk nxitojnë, por kërkojnë lidhje që ofrojnë siguri emocionale dhe vizion të përbashkët. Në punë dhe karrierë, 2026 sjell sfida që kërkojnë durim dhe disiplinë. Mund të ketë rritje të përgjegjësive ose role të reja, por këto vijnë si shpërblim për përpjekjet e mëparshme. Financiarisht, ky është një vit i rëndësishëm për ndërtimin e sigurisë. Kursimi, planifikimi dhe investimet e kujdesshme janë të favorizuara. Shpenzimet impulsive duhet të shmangen. Në aspektin e shëndetit, 2026 i kujton Bricjapit rëndësinë e balancës mes punës dhe pushimit. Mbi ngarkesa mund të ndikojnë në energjinë fizike dhe mendore nëse nuk menaxhohet. Emocionalisht, ky vit e mëson Bricjapin të shprehë ndjenjat dhe të mos mbajë gjithçka brenda. Vendosja e kufive dhe pranimi i ndihmës sjell qetësi. Mesazhi i vitit është të ndërtosh suksesin pa sakrifikuar veten. Nëse Bricjapi vepron me maturi dhe vetdije, 2026 sjell stabilitet, respekt dhe ndjenjë arritjeje të qëndrueshme. Ujori. Viti 2026 e vendos ujorin përballë një nevoje të fortë për riorientim personal dhe praktik, ku idetë duhet të shndërrohen në veprime konkrete. Ky vit nuk lejon më vetëm mendime apo plane teorike, por kërkon përgjegjësi dhe zbatim të qëndrueshëm. Në dashuri, ujori kërkon lidhje ku ka hapësirë personale, por edhe angazhim të sinqertë. Marrëdhëniet që janë të paqarta ose të paqëndrueshme testohen, ndërsa lidhjet që bazohen në respekt dhe komunikim të hapur forcohen. Beqarët nuk nxitojnë, por kërkojnë partnerë që ndajnë vizion dhe vlera të përbashkëta. Në punë, 2026 sjell mundësi për inovacion dhe projekte të reja, por suksesi varet nga aftësia për të ndjekur një plan të qartë deri në fund.
Ndryshimet e shpeshta ose mungesa e fokusit mund të sjellin humbje energjie. Financiarisht, ky vit kërkon organizim dhe disiplinë. Mund të ketë përmirësim të ardhurave, por vetëm nëse ujori shmang rreziqet e panevojshme dhe menaxhon me kujdes burimet. Në shëndet, 2026 i kujton rëndësinë e balancës mendore dhe fizike. Stresi mendor duhet menaxhuar përmes pushimit dhe ritmit të qëndrueshëm. Emocionalisht, ky vit e mëson ujorin të mos shkëputet nga ndjenjat për hir të lirisë. Mesazhi i vitit është të ndërtosh një jetë që reflekton vlerat e tua reale dhe jo vetëm dëshirën për ndryshim. Nëse ujori vepron me fokus dhe përgjegjësi, 2026 sjell qartësi, stabilitet dhe ndjenjë përmbushjeje personale. Peshqit. Viti 2026 për peshqit është një vit ndërgjegjësimi emocional dhe vendimesh të qarta që kërkojnë maturi dhe vetë-respekt. Ky vit i fton peshqit të dalin nga roli i sakrifikimit të vazhdueshëm dhe të vendosin kufi të shëndetshëm. Në dashuri, marrëdhëniet që kanë mungesë barazie dalin në pa dhe kërkojnë zgjidhje. Lidhjet e sinqerta dhe mbështetëse forcohen, ndërsa ato që sjellin lodhje emocionale dobësohen. Beqarët janë më të vetëdijshëm për vlerën e tyre dhe nuk pranojnë më lidhje që krijojnë pasiguri. Në punë, 2026 sjell nevojën për qartësi dhe strukturë. Peshqit duhet të shmangin paqartësinë dhe të fokusohen në projekte që kanë drejtim të qartë. Mund të ketë ndryshime në ambientin profesional, por këto shërbejnë për rritje afatgjallë. Financiarisht, ky vit kërkon kujdes dhe planifikim të detajuar. Vendimet impulsive ose të bazuara vetëm në ndjenja mund të sjellin vështirësi. Siguria ndërtohet përmes disiplinës dhe zgjedhjeve të mençura. Në aspektin e shëndetit, 2026 i kujton peshqit rëndësinë e kujdesit ndaj vetes. Pushimi, rutina dhe balanca emocionale janë thelbësore për energjinë e përgjithshme. Emocionalisht, ky vit sjell çlirim nga pritshmëritë e të tjerëve. Mesazhi i vitit është të zgjedhësh veten pa ndjenjë faji. Nëse peshqit veprojnë me qartësi dhe vetë-respekt, 2026 sjell paqe të brendshme, rritje personale dhe ndjenjë sigurie më të fortë në jetë. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën në 2026. Bëj like nëse ky parashikim të dha qartësi. Abonohu për mesazhe të vazhdueshme dhe analiza reale astrologjike. Dhe shpërndaje këtë video me dikë që po kërkon drejtim për vitin e ri.